Selam aleyküm. Aleikum selam, urime festa e flamurit, festa e pavarësisë së Shqipërisë. Në urime, gjithashtu dhe për ju. Vëlle, Faleminderit. O në vlla i nderuar. ë, një natë jemi fut bashkë live. Ka Po, qenë një tjetër nga Kosova. Nuk duhet paragjykoj asnjëri se nuk jam në gjendje të paragjykoj asnjëri. Gjykuesi është vetëm një, edhe ai quhet Allahu Xhella Xhelalu. ashtu. Ajo që më ka tingëlluar thellë në zemër, ë, në disa shprehje që i foli ai vllai musliman nga Prizreni, mos kusha gabim, S'po di ishte s'kom këtu. Po, Prizreni është ai Sheh Bedria më duket. Nëse është ai. Mhm. edhe ai kur foli për xhamit, një gjë që nuk më pëlqej, prandaj dola unë. Aha. Ki, Ë, mirë ke bo. ë, po dola se nuk më pëlqej, e ka është miell veni me xhamia. Xhamiat janë faltore. Xhamiat janë, po janë në kylbe drejt Qabës, madhrueshme. Po, Të gjithë muslimanëve të botës, jo muslimanëve arab, apo shqiptar, apo kosovar, apo turk, apo gjerman. Janë gjithë muslimanët e botës kthehen nga Kilbja, që do thotë Kilbja është qabja e madhërueshme. po. Edhe ai foli kundra xhamieve, s'mund ta paragjykoj, thash edhe një herë, pa ajo që mu nuk më pëlqej fare, se tha ka mbill venin me xhamia. Po, Nuk as ajo as është nuk është e vërtet, por na jemi popullata, jemi 90% musliman, po nuk jemi 90% besimtar, që e praktikojmë islamin, jemi se besimin e ka gjithsikush i për vete. Nuk e ka të impunuar, e ka për vete gjithsikush. Ajo që mu më të gloj, më thojnë tha, se është mbill veni me xhamia. po s'ka Ne si, ashtu tariket, u ka të pa. lutem, motër Okej. të lutem. Se po i E, përsëritni për shata. po, tashi, ai mu, me sa mu duk mu, do shta jam edhe gabim, kërkej falje tek Zoti Jo, rreth parë. po, bravo. Tek Zoti kërkej falje, jo tek robi. Me sa mu duk mu, ai ishte kundra xhamiave. Unë e thash, edhe nuk me përsëris ma. Ato drejtimi drejt Kilbës në për xhamia. Kilbja është qabje madhrueshme. Edhe kaq, o tariku, pastaj me thebet, tariket, jo të ndara, një pyetje nëpërmjet kësaj që jemi fut live, një pyetje. Në xhami, falja e namazit është burrat falen në katin e parë, gratë në fil. Sipër. Kurse në Bektashit shkojnë tek teshet, adhurojnë teshin, edhe adhurojnë me një fjalë futën burra e gra në një vend. Që do thotë, edhe pejgamberi jo sallallahu alaihi wasallam, kur ai falte namaz vetëm me familjen e vet, nuk e shifte kur jepte selam. Nuk e shifte kur jepte selam. Kjo ka një ndryshim. Edhe ajo që mu nuk pëlqej, do shta jem edhe gabim, kërkej falje tek Zoti, jo tek robi. Por do shta jem edhe gabim, po 99% unë e kum kuptuam këtë lloj forme që ai ishte kundra xhamiave. Që do Po, thotë, shpigu, ta kisha dha një reprik. Po, edhe kaq nuk flas më. okej. Që do thotë, një njeri që është kundra xhamiave, me gjidun, arabisht xhamia është me gjidun, bëhet dua, kënohet Kur'an, falet namaz, salavate mbi profetin tonë sallallahu alaihi wasallam,
mbi ashabët e veta, mbi shokët e vet, mbi familjen e vet, edhe gjithë ata djegës që i ndjekin rrugën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Të përshëndes me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vetëm pak rini për disa replika, Elbeta mos po doni me ndërhy. Xhamaa, do të thonë xhamat. Xhamat është ku mblidhen njerëzit. Dhe shejtëria dhe xhamis edhe mos dashja e xhamis nuk është për arsye të gurve të xhamis, që për gjonat materiale, po për shkak gjonave shpirtërore, për shkak predikimeve të ndryshme që bëhen në brenda në xhami, njerëzit e krijojnë një farë urrejtje, mos themi, po një farë mos pajtimi se na populli shqiptar, po marr parasysh që jemi 95% musliman, na nuk jemi të gjithë besimtar. Bas 5% që i muslimanëve janë besimtar. Prandaj nuk duhet mi azon me të madhe ati personit të tretë, edhe unë s'kam qef me fol për personin e tretë, po flas vetëm nga aspekti pozitiv sa e kam kuptu. Ndërka që nga aspekti negativ mu nuk ma lejon as Zoti, as profeti, pa që na i vetë prezent që me mund me mbrojt vetën e vetë. Pra, nga aspekti pozitiv, pse ai zotëria edhe shumë zotërin të tjerë mendojnë se Kosova është mbjell me xhamia. Për arsye se xhamia si xhami, si thash, është blok, është ciment, është zbukurim, po mrenda njerëzit e xhamis, edhe predikusit e xhamis janë njerëz që e kanë iritu popullin ton shqiptar. Qoftë me ligjëratat e tyre ekstreme, qoftë me përçarjet e tyre që i kanë bërë, mos durimin fetar, duke i sharë figurat tona kombëtare, dhe kjo është konkrete. Sa i përket paragjykimit, ju disa herë thoni, unë Zotit ma falë se njerëzit nuk kërkoj për tyre falje. Unë mendoj se jeni gabim, sepse ne i kemi dy linja, është linja horizontale. Unë Mojomi, unë Kuksi, unë Filani, unë Fisteki. Nëse unë nuk i kam linjen horizontale, mirë, me njerëzit, i paragjykoj si që i paragjykut ju, sepse bektashinjët po mlidh kanë bashk burra e gra, që unë ta garantoj 100%, shkoni në cilën deqe në Kosovë, s'paku në Kosovë, edhe në Bosne, se unë i kam frekventu, edhe gratë i kanë bile burrat, në shkoni të xhamia të teqja, që është në Rahovec, një prej atyve, komplet balkoni është sikur se shkronja u. Jo sikur në xhami, që është për shembull 70-80% që është për burra, e gratë nuk i bëjnë hesab, veç ja kanë bërë që aty një balkon sultanatët, për sultaneshat e veta, me mund me reklamu që jemi musliman, e kanë bërë veç një balkon vogël për sultaneshat e veta, e sot na kanë met për këto robneshat tona, shqiptarët, të cilat verbërisht e marrin fen, dhe në për teqet e tyre, i keni komplet teqja qësh është, pra si shkronja u, qësh është shkronja u, komplet këqyrin poshtë në teqe. Dhe gratë, jo vetëm këto që e kanë nalt si balkon, po plus duhet me dalë prej ataj tapis së teqës që e kanë si shkronja u, plus edhe një dhom tjetër e kanë, po jo në katin e parë, në katin e dytë. Këto për respekt që gratë mundi ma lirë. Shu që gabim është ajo paragjykim, na Zoti thot e kemi një vijë vertikale, unë edhe Zoti, se kum falë namazin, se kum kry ato, se kum bë këto, se kum kry këto. Zoti thot, hajde te unë, o rob jem, se unë ta fali. Ama nëse ti valën e ka ofendu, ja ke qit lotin, e ke lan pa buk, e ke po shtërsu, send, ku po lyp ti me ta fal, e ku po lyp me bo Allahu Ekber, gjerisa qëta njerëzit e xhamis kanë bo një krim ndaj meje, një rast, e ndaj shumë të tjerve. Prandaj po ju them, mos u kapni për mendimet, opinionet e njerëzve, sidomos
mos u kapni për para gjykime. Ai mendon ashtu edhe ka drejt. Ju mendoni kështu edhe keni të drejt. Por ma të drejt e ka profeti Muhammed. Paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Ai thot, do të vijë një kohë ku do të ndërtohen xhamijat madhështore. Do të ketë shumë njerëz në ta, por ata do të jenë të urryer. Hoxhalart, prijesit e tyre, do të vishen bukur. A keni pa, ka ma bukur se hoxhalart. Do t'i kenë vetë ato mjetet e udhëtimit më të mira, me luksin më të madh. Ja keni pa hoxhalart që vishen, ka nis mu vesh me ato galebijet e qëndisme. Si grave. Se më mos të folim se me një rrogë 500 euro nuk mund është ti si hoxh. Unë e di vllaun tem e kam hoxh edhe me nxije që ditën në një 500 euro rrogë me fakultet në Kairo e ka kry. Nuk mund është ti mi bo ato lukset për qikat e për djemët e për gjipat e sen. Shu që mos populli është i irrituar në hoxhallart, edhe tash na s'mundemi as me i mbrojt, po edhe s'kemi nevoj me ashtu diçka. Por një realitet që po shihet. U bo lufta në Palestinë. Profeti Muhammed, Zotin Kur'an ka thënë, ngrihni zërin tënd kundër shtypsve. Qose në Palestinë po shtypet prej Izraelit, që sa vite, edhe në Kosovë jemi shtyp prej Serbisë. Po e kemi ngrit zonin, edhe duhet me ngrit zonin. E në Kosovë, asnjë hoxh, madje e kanë pas obligative mos me fol. Vetëm këtu janë ja do hoxhallar të TikTokut, që ata janë më të lirë, sepse nuk varen prej Bashkisë Islame, prej pagës tynve, vetëm ata flasin. Po cili hoxh doli në protesta me shall dveten? Asnjë. Prandaj s'kemi pse nuk e flasim një të vërtet, se nuk i tutemi kërkujt, sepse është koha e Imam Mehdis, edhe është koha për me u shfaqe vërteta. Është koha që për me një të vërtetë 1 milion gënjeshtra kanë me dalë. Kaq. Ma ban halal pak, se zune këtë kohën e Imam Mehdiut. Radiallahu anhu. Tashi, Imam Mehdiu kur do vije, me këtë do vije, edhe shko namazi do vije. Shiko, unë në kanalin tim YouTube Iqbale Huduti e kam Ehli Beiti. Shkoni aty një buton është, janë 25 video. Edhe çdo të shtunën e kemi kohën e kemi ciklin e epizodave për Ehli Beiti. Imam Mehdiu me rëndësi është premtu nga ana e Zotit, i kemi dhënë deri tash 6 ajetet Kuranit, ju kam shpjegu. Krejtësisht në Kuran, tërthurazi dhe në mënyrë direkte janë 120 ajete që flitet për Imam Mehdiun. Tërthurazi edhe direkte. Unë e veç 12 i kom marrë me i shtjellu deri te 6 i kom bri. Çdo të shtunë në radhete kemi. Sa i përket anës hadiseve, sepse ka hadithe që janë fabrikume as nuk vinë hesab. Unë atë Muhamedin e haditheve moti e kom gjujt. As nuk e besoj ati Muhamedi. Ai Muhamedi i haditheve është Muhamedi që e kanë bo pedofil, që e kanë bo maraklit grave, e tjera. As nuk i besoj ati Muhamedi, se besimin ma ka luhat. Për jom kanë moshën 27 vjeqare. Po ta tregoj profetin Muhammed të Kuranit, edhe Imam Mehdin e Kuranit, edhe Imam Mehdiun që është gjenerata e 12, stërnipi 12 i profetit Muhammed që vjen nga Ehli Beiti, dhe ky thot profeti Muhammed, kush vdes, sallallahu alaihi ve alihi, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Kush vdes pa e njoft imamin e kohës, ka vdek si në kohën e ignorancës, gjahiljetit, para islamit, që s'kan besu as Zotit. Kush është me besu ardhjes Imam Mehdis,
edhe imamati. Ja, Rasul Allah, ja e bi, o baba im, thot, kush është imami jem? Thot, masi koka qaq me rëndësi. Thot, që thot është burri jot është imami edhe baba i krejt imamve. Ja Ali, thot, gëzohu që ti je imami i qikës time. Thot, unë jam pejgamber, po thot, nuk jam imam. Ibrahimi a.s. ka qenë edhe pejgamber edhe imam. Edhe ka lutë o Zot bani për pasardhësve të mi të ketë imam. Prandaj edhe kemi. Dyti hadith që është argument profeti Muhammed sot, për i familjes sime kurejshie kanë me ardhë 12 imam dhe kurrë në sipërfaqen e tokës të paraqiten shumë padrejtësi, shumë gjakderdhje, shumë tirani, shumë korrupsion, do të vijë shpëtimtari i kohës, Imami Mehdi, me emrin ngjajshëm si timin Muhammed el-Mehdi. Ashtu si janë vu padrejtësitë e tiranit, ashtu ka mu vu drejtësia edhe paqja. Edhe falë Zotit, na muslimanët jemi të përçam në grupe, në sunni, në shia, Myta, në sinefi, në ma vehabi, bon Allah. që edhe që ta I ky. vallë, Por, kur është pyetje Imam Mehdiu, krejt jemi aty. Pritet me ardhë, si mas rivajeve thuhet se është shumë afër këtë Ramazan. Ka me ardhë në Ramazanit, 10 ditët e fundit të Ramazanit, ka më dëgju një zhurmë që thot profeti Muhammed, këtë bota ka me ndëgjuat zhurmën, ja, unë erdha Imam Mehdiu, erdha. Pastaj s'ka me mund me dalë për arsye se kanë me shiku me myt Imam Mehdiun. Edhe pastaj ka me dalë, thuhet se ka me prit Jezusin, Isën a.s. në Jerusalem, kanë me pas 6-7 javë, 2-3 muaj në mes Isës edhe Imam Mehdiut. E pastaj kur të dalin këta kanë me pas shumë peripeci për me ardhë deri te Çabja. E kur vin te Çabja Imam ky Jezusi Isa a.s. Paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe nënën Merjemën e shenjtë, kanë me Isa a.s. kanë me mbledh krejt priftat, ato kokat e priftave. Çaty, në gjykatën supreme të Zotit në tokë, në Çabe. Se Çabja sot është e kupume, Çabja është biznes, 7.000 euro po t'i lyp Bashkia Islame me shku në Çabe. A numre, njëjta rrugë, njëjti hotel, njëjti krejt 1.200 euro. Prelojmë ato anash. Në Çabe kam i thonë, o ju priftërinja, a ju ka thonë profeti Muhammed, a ju ka thonë Kurani që unë jam vetëm i dërguar i Zotit e nuk jam djali i tij. Pse më keni bë djali i Zotit? E çka ka me thonë Imam Mehdiu? Pasi ky pas ka me i gjyku e me i akuzu, Imam Mehdiu ka me i mbledh krejt hoxhallart. Kokat, jo xhamatin e thjesht që verbërazin. I kanë lexuar aty, i kanë dëgjuar 100 video në YouTube edhe u kry puna që kjo është Islami. Tjetër Islam, qafiri Iqbalja, qafire Mojomi, qafire ajo, qafire kjo. Pse nuk pirrin urdhnave tyme, mësimeve tyme, s'pja bën teslim. E ata hoxhallart, faleminderit Deni, kanë me pyet kështu, kam i thirr krejt hoxhallart, edhe kam i thonë, pse more ma keni deviju vene gjyshit tim? Gjyshin e ka pas profetin Muhammed. Pse more i keni myt, Hazreti Fatimja dje ka ndru jetë, dje Hazreti Fatimja me trup të gjakosur ka hyn tokë, o zotri kuksi. Po për hatër që jam shqiptare, për hatër që duhet më konë atmosferë feste, sepse mu zemra po më kanë, për Hazreti Fatimen se dje ka pas ditën e ndrimit jetës saj, që e kanë mbyt në vdekje tragjike, ka pas qika e pejgamberit. Merreni me men. Me abo qikës pejgamberit, që pejgamberi ka thënë, Fatime bidate minni. Fatimja është pjesa e trupit tim. E ke myt Fatimen, e ke myt pejgamberit.
edhe pse edhe dihet pejgamberi që shka ndru jetë me dhomë të helmume, po s'po shkojmë aty. Kush ma i dhënon Fatimen e ka i dhënu pejgamberi. Kush e i dhënon pejgamberin e ka i dhënu Allahun. Çka ju desht me myt Hazreti Fatimen, grua 22-3 vjeçare, me i lon 4 jetim, Hasan Husein, Zeynep Umi Kulthum, e me lon një amanet rond, mos me mboros ditën, ja Ali me mboros natën. Mos me ardh me mpa ku e kam varrin, e lan një amanet, e ti e unë e mojomi kur shkojmë qabe në Medine, Hazreti Fatimen s'kemi me gjithë. Edhe kemi mu vedisu me pyet kush e myti, kush e bani atë grua. Prandaj, Imam Mehdia për fund, ka bëjmë ledh krejt hoxhallar, që e kanë mshe hakin. Hakin e kanë mshe të drejten. Se unë 25 vite kom studiu, derisa edhe në burg më kanë qu, edhe kum dalë ma prej burgit, kom më thonë, boll ma i gvalle, qka po heshtish? Unë të frigu, unë të ju frigu, mos po boj përqamje. Po ata thash, ata të këshyr, të këshyr çdo kush me mba edhe ma të keqe. Thash priti gvalle, që dil hakun, edhe do të më spërkoj me djalin, edhe thash mos kimo qka me utut me thonë një hak, një të vërtet. E Imam Mehdiu ka me ardhë për qëto sen. Pse ma keni deviju fejnë e gjyshit tim? Pse more ma keni myt familjen time? Pse ma keni myt imamët e mi, gjyshit e stërgjyshit e mi? Imam Aliun, Imam Hasanin, Imam Huseinin, Imam Zejnul Abidin, Imam Muhammed Bakir, Imam Gjafer Sadi, Imam Musa El Kazim, Imam Ali Riza, Imam Muhammed Taki, Imam Halien Nafi, Imam Haskeri, Imam Mehdi. 12 imamët që i ka fol profeti Muhammed me gojen e vetë. Pse more këta o gjallart nuk e tregojnë hakin? A thu, po tutën këta. A janë ka tutën këta? Peshtanali që tu këtë ta boj soundin, se dikush po thirë pa nevoj. A thu, a janë ka tutën? A janë ka tutën këta me tregu hakun se Muaviju e Jezidi kanë prej gjuhë, e kanë prej gjuhë, e kanë prej kryt besa Jezidi, nipit pejgamberit, pse si ka pranu? Pse si ka pranu? I ka thënë, thotë, o Husein, ma prano, thotë, o Husein, ti do të me dhënë bejatin mu me më pranu si halife. Thotë, qka bre, thotë? Thotë, që se ka met islami i gjyshit tem, në dorët e tua, thotë, unë thotë, po heki dorë për ati islami. Edhe hoqi dorë Imam Husejni. Hoqi dorë për Jezidit edhe hiki për Mekës, hiki për Medinës, e shkoj në që ky që nga lidhja e Prizrenit. Okej, se që ky është të thirë pa ndërprim telefon. E tjera. Tash po e di ku shoh, edhe unë këto duhet m'ja bë blok që ti numrit, se po më pengon këtu. Po s'ka dert, tash e na. Ju përshëndes me përshëndetjet islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Faleminderit për kulturën, për dialogun. Wow.